Një tjetër projekt i domosdoshëm, strategjik, është masterplani i godinave të drejtësisë, të sistemit drejtësisë. Kam vënë re me keqardhje që vetë qeverisja e sistemit drejtësisë fal pavarësisë plot që ju dha atij sistemi me reformën drejtësi, ndër ato të qalat e veta ka edhe po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave pa projekte të besueshme është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë më me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar.